Ministria e Inovacionit dhe Administratës Publike ka organizuar një workshop me të rinjtë e Open Labs për të krijuar artikuj sa më cilësor për të pasuruar shërbimet publike dhe Wikipedian shqiptare. E pranishme në këtë takim ishte edhe ministra Milena Arito, i cila kërkoi bashkëpunimin e të rinjve për të përdorur dijet e tyre inovatore në shërbimet publike, sepse në sportelet shtetërore këto shërbime lën shumë për të dëshiruar. Ndoshta ju jeni akoma të rinj, nuk keni familje në ngarkim, ndoshta nuk keni shumë rast të haseni me shërbimet publike, me certifikata, prone, me pagesa, dritash, me lloj shërbimesh që merren në sportelet e shtetit, por këto shërbime sot për fatkeq ende nuk janë në nivelin e duhur. Dhe për këtë arsye jemi duke bërë një reformë tërësore të tyre. Në fund të takimit, ministra Arito i kërkoi të rinjve të informatikës të pasurojnë sa më shumë Wikipedian shqiptare për të hedhur aty çdo informacion që ka lidhje me vendin tonë.